e vërzgurit që jam ka përgjigjë me objektin edhe rrës lokalit edhe rrës shtëpie e kem gjithçka pe pronarët të e falenderoj shumë. Në organizimin e saj do të thotë pothuajse s'ka event që nuk e ndi obligim edhe moral njerëzor, por edhe institucional të jenë prezent. Këtë aktivitet që për herë të parë organizohet i kësaj natyre me këtë karakter, do të thotë takimet poetike, e përshëndes edhe në emër të drejtërisë komunale të Arsimit, po edhe në emër të kryetarit të komunës Vështres Zot Referi Idrizi, nderuar shkrimtarë, të nderuar poet, poete, profesor, autor, shkrimtar, është me të vërtet privilegj me qenë mesin e jo. Unë kur kom pa ftesën, thash që kanë ngatru datën, po më kujtu që shpirti poetik, frymëzimin e gjenë, po marrë parasysh a fest, a është weekend, a nata, a ditë. Kështu që pashtë tamam drejtë dhe të arsyeshme edhe në ditë vikendi, edhe që ka organizu po edhe prezenca jonë këtu. Dihet fakti që poet nuk janë vetëm autor vargjësh, por janë zëra që e ndriçojnë errësirën e secilit prej nesh, errësirën tonë brendshme. Prandaj pa dash me zgjat shumë sepse është koha e poezive, interpretimeve të tjera, nga pak në politikën na mësu më gjatë me fund, por këtu du me kursy kohën, pasi që edhe kjo organizim është i juve, për mu është privilegj i jashtëzakonshëm që jam pjesëmarrës, urime, përgëzime, po shpresoj që takimet e tilla të këtij karakteri do të jenë organizime tradicionale në vitet edhe muajt të vazhdim. Faleminderit shumë. Kështu drejtorën e kulturës Gran Qep, pa të zëllon e hatë kështu edhe në vend punës, se kështu që pja ka le fjallën drejtorët e Gëzim Saracit. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar poet, poete, profesor, solist, artist, personalitetet të ndryshme. E kemi këtu edhe një poete voglushe nga Vështria, cilën e përshëndes shumë të onën. Ju dëshiroj mirëseardhje në Vështri. Vërtet është kënaqësi dhe privilegj që jam sot në mesin tuaj. Organizimet do t'i bëjmë edhe në mënyrë më zyrtare, edhe do të kenë përkraje gjithherë poetët, ashtu siç përkrahen në komunën e Vështrisë. Ju faleminderit gjithëve. Sot do kena një vepër profesorët Zemër Mehona, që ka bërë një vepër shumë veçantë personalitetet, edhe kemi redaktorin e librit Zotris Adrion, na flet pak fjalë për librin. Të nderuar të pranishëm, ju përshëndes të gjithëve për këtë pjesëmarrje në këtë eveniment kulturor artistik e shkencor, sepse po i shoh disa figura këtu ndritshme që kanë botuar nga 10 vepra, kurse ai Radonica i ka 20. Në këtë rast dëshiroj të përshëndes të dy drejtorët e Kuvendit Komunal të Vështrisë, po ashtu përshëndes edhe mjetet e informimit që përfaqësojnë informimin kulturor në Kosovë. Njërin ndër ta dëshiroj ta përshëndes zotin Shaqir Foniqi, një njeri që ofër 5 dekada e ka përmend kulturën dhe ka dhënë një kontribut të çmueshëm dhe të jashtëzakonshëm në prezentimin e kulturës kombëtare shqiptare. Sepse me prezentimin e veprave që i ka bërë zoti Foniqi, aty kanë qenë ngritje permanente e zhvillimit të kulturës, duke i prezentuar të gjithë titujt e ri të shkencëtarëve shqiptarë, edhe ata që vinin nga diaspora, po edhe ata që ishin në Kosovë. Me këtë rast dëshiroj të përmendim se ka folë shumë për njërin ndër figurat më të rëndësishme, më emblematike të letërsisë kombëtare shqiptare, Ismail Kadarin. Askush në Kosovë nuk e ka prezentuar më mirë Ismail Kadarin sesa zoti Foniqi, që sot e kemi në mesin tonë dhe të cilën e përshëndes dhe e falenderoj shumë me kënaqësi të jashtëzakonshme. Prezentuesja më prezentoj për
recensionin e librit Personalitetet të shkencës o të letërsisë të autorit tashmë të njohur më afirmativ të letërsisë, antarit të shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, zotit Zëmer Mehani, i cili ka prezantuar, nuk do të thotë që në llap nuk ka edhe personalitete tjera, po sipas tij ai ka bën një përzgjedhje të cilën i ka prezantuar nga profesor doktor Hakim Bajrami. Pastaj ka prezantuar, për shembull, zoti Hakim Bajrami është njëri ndër historianët më të mirë që ka Kosova. Është autor i 54 librave, të gjitha janë origjinale. Atë që ka bërë për shkencën e historiografisë, zoti Hakim Bajrami nuk e ka bërë as Instituti Albanxhek, as Instituti i Historisë, as Katedra e Historisë. Të gjitha këto institucione shkencore në Kosovë me mbledhës bashku nuk kanë shkruar sa Hakim Bajrami. Nuk kanë dhënë kontribut të çmuar dhe origjinal sa Hakim Bajrami. Ai është i njohur në Çorçet, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Ballkan edhe në Evropë. Prandaj ne krenohemi me këtë emër të cilën e ka prezantuar zoti Zëmer Mehani. Mirë, po në veçanti ai flet për shembull e ka marrë si shqyrtim veprën e njerit ndër kolost e rezistencës kombëtare shqiptare zotit Adem Demoqi. Pro autor i librit Adem Demoqi është Hakim Bajrami, i cili ka prezantuar në librin Adem Demoqi jeta dhe veprimtaria e tij, dhe i cili i paraqet vujtjet shpirtërore, po dhe rezistencën e tij individuale, fizike dhe kolektive të popullit shqiptar. Ai flet edhe për veprimtarinë time, për që unë nuk do të flas për këtë fush, mirë po pastaj vjen te Gani Mehmeti. Është njëri ndër letrarët e mirë, është njëri ndër prodhuesit dhe më produktiv në ndar që i ka 20 monografi të shkruara për kaluarjen historike të vllapit. Ai flet edhe për njëri ndër shkrimtarët afirmativ dhe ndër më të mirët të vllapit, zotin Ilmik Kiçmari, i cili ka të botuara 10 monografi dhe si të tilla ka bë emër të rëndësishëm, i cili flet për quhen si mjet komunikimi si proces i dimensionit, bashkëpunimi i udhëheqësve të shkollave me kolektiv, antarë të kolektivit, interpretime, përfundime etj. Monografitë e tina kanë zgjuar interesim tek lexuesit në tërë trevën e vllapit. Pastaj flet për zotin Sabri Kiçmari, i cili ka qenë në 3-4 shtete ambasador i Kosovës. Edhe momentalisht është ambasador i Kosovës në Australi, me sa unë di. Pastaj flet për edhe një Rëshdi Kiçmari, i cili ka magjistruar dhe ka doktoruar në Gjermani, në Göttingen të Gjermanisë. Vjen te Shefki Pervetica, njëri ndër shkrimtarët që i ka botuar 15 vepra dhe ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në zgjimin e vedijes kombëtare shqiptare përmes poezive dhe prozës që e ka botuar. Dhe tjera, është këtu një vajzë me emrin Tuna Gjigolli. Kjo Tona Gjigolli është një nxënëse e klasës 6 ose 7, që e kemi edhe në mesin tonë, dhe është nga rrethi i juaj këtu, rrethi i Vështrisë, e cila ka zgjuar interesim tek gjenerata e vet në shkollën ku ajo është duke i vijuar mësimet e shkollës mesme të ulët në Vështri. E kemi pastaj e prezenton zotin Qazim
Berisha, i cili me punimet e tij ka zgju kërshërinë në mesin e lexuesve, jo vetëm në Prishtinë, edhe në Voshtrojën Llap, po edhe në Kosovë. Për shembull, ai ka kushtuar gjuhës, i ka kushtuar një poezi diellit, jetës dhe edhe shumë vjershave të tjera. E kemi njëri prej këtyne personaliteteve të shquara është edhe zoti Rushdi Gashi, është drejtor i një televizioni po edhe është autor i shumë veprave që ka zgjuar kërshërinë e tij tek lexuesit. Ky me atë televizion cilën e ka prezantuar një pjesë të mirë të kulturës kombëtare që krijohet edhe në Kosovë, po edhe në diasporë. Profesor Fonici, kisha dorë 2 fjallë në e tonë, na ke ndërru me prezencën tonë, kështu që faleminderit shumë për kohën edhe për rrugën që kemi. Spontanisht, por shumë përzemërsisht, ju përgëzoj këtu jam pas 40 vitesh, por një nga ngjarjet mia më të ëmbla kanë qenë takimet e poeteshave shqiptare që nga Lora Saranda dhe gjithandej ku flitet shqip. Jam munduar që të përcjell zërin e vajzave, gocave dhe grave shqiptare, që është një zë i fuqishëm, por unë si me shaka, po ke shakaja ime është serioze, femrat, gratë dhe vajzat dhe gocat shkruajnë me shpirt, me emocione, me fantazi, me nostalgji, me zemër dhe janë të sinqerta. Por, vajzat, gratë, përveç që shkruajnë vetë, edhe ne meshkujt shkruajnë për to. Unë jam pak, është e vërtet, unë i tregona pak fjalët nga, por ju mundu me bën diçka, nëse kam arrit bëj diçka në afirmimin e vajzave shqiptare. Unë jam feminist publik, nuk e fsheh. Jam shumë i lumtur, gocat shqiptare për na bën krenare gjithandej, Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Regja, Ava Max, Amanda Koqi, Malinda Kelmendi, Era Murati, Mira Murati, dhe shumë goca të cilat po e afirmojnë kombin, janë bërë ambasadore më të fuqishme, një turtokitje për gjitha gocat tona, gratë tona, heroina. Faleminderit shumë, suksese edhe gëzuar, urime edhe ju zonë. Është një femër komplet, me shpirt madh, si që në çdo grua e nën shqiptare. Faleminderit shumë, urime dhe suksese. Kem Meritën Goti? Super love, she got a hold on, I'm sad, so
pak për revistën Uj. Dhe nga prezenton mikën tonë nga Turqia që kena shqiptoren e mirënjohur. Përshëndetje për gjithë, është kënaqësi me kanë mesin e juaj. Përballë jush i me qeni të i pa disa kopje prej revistës Ujës, se kom mësu që kom e pas ka shumë kallavëllëk se kisha pru kopje ma shumë, po i kom mendu veç për dikën që gjysave juve janë pjesë e revistës, i kom pru me thonë drejtën për ta, se po është pak e pamundu se cilit me jadon. Për ndryshe, unë kisha me falenderu Imrien që edhe është pjesë e revistës, edhe është pjesë e ngushtë e rrjetit shoqërisë tonë dhe për këtë organizim madhështor që ka bërë që na ka mbledhur krejtëve neve në një qati. Revista është bo një piknisje edhe një derë, që me thonë një sofër që po na bashkon plot prej shkrimtarëve, prej poetëve edhe përkthyesve të ndryshme. Revista përmban do më thonë është karakter letrar historik edhe kulturë në përgjithësi, kemi përkthime prej gjuhëve të ndryshme. Edhe jena bo në një farë formë një familje e madhe, pavarësisht që nuk njihemi fizikisht secili me njëri tjetrin, po virtualisht kemi arrit me u njoftë edhe falim nis sot, veç jem të u njoftë edhe fizikisht me njëri tjetrin. Kurdo që është interesuar me kanë pjesë që deri tash nuk është, mundeni përmes, domethënë i kemi faqe dhe shtëpisë botuese frymëzimi në Facebook, Instagram edhe në web faqe, mundeni me i dërgu shkrimet e juaja pa problem. Diçka tjetër nuk di çka me shtu, kurdo që ka ndonjë pyetje diçka me pyet. Yağmur ashtu që jam prej Turqisë, studion në Kosovë, mirët me shkrime me aktivitete letrore, pa qef sot me kam pjesë e jonja këtu. Yağmur Sarıgni herkes selamlıyor. Edhe njerë e falenderoj Imrien për këtë organizim madhështor që ka bo. Veç ju uroj arksim të këndshëm s'di tjetër që ka me shtu diçka, është pak problem kur ka njerës që kanë rrinë një morë caktume që do më thonë janë para ardhës tonë me folë. Na jem të shku hapo aftjuj, kështu që faleminderit se cilit për kontributin e vetë. Kisha dorë në bashkëti prezentimi të Junës, të shkojmë një pikë muzikore me artistin tonë të nderuar Shaban Krasniqin. Unë e kam një moto time, them vasha tona krenaria jonë. Krenaria jonë jeni ju të gjithë vasha, po sidomos kjo zonja që na solli bashkë. Dua t'ju përshëndes me një këngë dhe e di që ka qenë frymëzimi juaj gjithmonë, po ku ka si ti o Shqipëria ime.
të tikujt mi qëndar, i bërshme, e i fort po pjenajtër, edhe trimat në përmend misje, o misje. Në reshu flak të parë është. Faleminderit. Gajret, veç edhe një minutë. Pas pak flasim për librin Ndërtimi i jetës të autorit Enver Sahiti, fjalën e ka Muzaffer Ramiqi. Pak fjalë, profesor Ramiqi, për librin e profesorit Enver Sahiti. Përshëndetje për gjithë, apo të qomë mbas pare. Ata që nuk njohin një Muzaffer Ramiqi, flas të cilësinë e redaktorit të librit Ndërtimi i jetës të autorit Enver Sahiti. S'pore vlerë të përshëndes nga zemra për pjesëmarrjen. Jam shumë i nderuar që këtu para juve me kamera dhe këto personalitetet eminente të artit kosovar. Edhe që është të zonë një Libria për këtë realizim, për idenë e saj kaq të origjinale, ndoshta e para në Kosovë. Libri Ndërtimi i jetës i zotit Enver Sahitit janë ndajës së copës jetën nga vetë përvoja e autorit, nga bota e tij poetike aq e poshtër. Libri kemi ndonë në 5 kapituj tematik, bashkësht për i cilës temë kanë qëllu poezit. Tema e por është tema patriotike. është ndër autorët e rrallë që njohën që kanë shkruar me zell për atë dashurinë si zotëri Sahiti dhe ka përshtypjen se po të vdes pa po bashkimin kombëtar kanë me sy qel. Kapitulli 2 është ka i përmbar poezit për vendlindjen. Autori ka një dashuri të zjarrt për Adheun, në Adheun, etnik sa që në përshtypjen se prapë tha njerë për përsëris kam një sy qelë se vdes pa po.
e vere shumë e lidhur për vendimjen. Ai vjen nga fshati Budrik e jepur nga komuna e Vitis, por ka përshtypjen se veri trupin e ka Prishtinë kurse mendjen e ka në Budrik. Dhe shumë kam përshtypjen se shpejt ai do të bashkohet edhe me trup fshat Venedës të vet. Mandej kapitulli ka përshtypje për familjen. Këtë kapitull e kupton në dy pjesë. Ata që nuk janë më, që vlet për prindërit e tij të ndjerë, njerëzit festik, nga cilët ka trashëguar qesit festike në veri, kurse pjesa e dytë e kapitullit ka të bëjë me sytat e jetës, që flet për pasardhësit e tij, për nipërit e tij që ka. Në veri ka dy par nipër. Një pari ka në Kosovë, një pari ka në Mërgim. Të parët ja kollin zemrën, dytit ja freskojnë zemrën. Dhe fatmirësisht në veri ka një lip, e cili ka trashëguar cilësitë e gjyshit, e cili është të djek hapat e gjyshit ka botu një libër e në Saitit, djali Meritës. Si thashë më herët, në veri ka një pjesë familjes Gorbet që është Gorbet është blok ka moqshme e vendit tonë dhe ai me shumë ndjesi, me shumë shpirt poetik i ka përshkruar dhembin e tij dhe mollin për të ofrimit e tij që ka Gorbet. E veri nuk ka jetu vetë Gorbet, por aq mirë i shpreh Gorbetin, aq mirë i këndon Gorbetit, që ta mendojnë që ka jetu të rjetën e tij në Gorbet. Dhe shpesh shkon nga atje për të vizituar në duke më shumë për ta përjetuar ndjenjen e çën në Gorbet. Kapitulli i fundit, ndoshta më i miri, quhet Oqeani i dashurisë. Dhe këtë kapitull Elveri ka shkrin gjithë unin e vetë poetik për ta shpreh dashurinë si cilësi më të lartë, si vlerë më të lartë njerëzore. Për librin nuk është mirë me fol pasi të botohet sepse ju lexuesit pas ta keni dorë duhet me fol për to më shumë se ne. Por unë si redaktor mund të më thonë se bashkëpunimi me Elveri ka qenë shumë i natyrshëm, sa që kemi arrit me kriju një libër shumë original para jush. Kam një këshill për autorët e ri. Kur botën një libra, mos lejoni që redaktorët ju punojnë idetë të tyre në libra të juaja. Do të më qenë originaliteti juaj në vepra. Nuk ka efekt nëse një poezi nuk është e juaja komplet shpirtërisht. Kur të njëjtën kom ju bre ajo ndjen që nuk e keni lënë poezinë origjinale si ka qenë. Ju uroj një ditë të bardhë, faleminderit për kohën e juaj, do të që për këtë prezencë dhe prapë hera tjera shpresojmë. Kisha dashur mos më lëm pak këmiza, me lënë hapësinë kush është diçka për autorëve, ndaj poezi apo ndaj varg diçka të lirë, ose bisedë për librin. Hajde autorën tonë të minjuar në zgjidhje kodin. Përshëndetje për të gjithë. Shpreh minjojën time për këtë organizim nga kolegja poetja junë e Minjoj Vushtrehase. Unë edhe do të recitoj edhe do të flas për dy libra të cilat Imria i ka shkruar dhe vërtet kanë një peshë dhe mesazh shumë të fuqishëm. Është libri 77 Lulet e lirisë të marrë nëpërmes vargut të saj për fëmijët, jo vetëm në komunën tonë, por edhe me gjerë dhe më sepse në Republikën e Kosovës ka një numër të madh të fëmijëve të cilët janë vrarë nga gjatë luftës fundit për lirinë e Kosovës, ndërsa është edhe libri ku i dedikohet e grave të cilat janë vrarë gjatë luftës së fundit në komunën tonë. Pra, me krimtarinë e saj, Imria po kontribon në pasurimin më të madh të memorisë sonë kombëtare, sepse vlen për të theksuar nëpërmes të kryetares së shoqatës të Martirit e Lirisë të librave se kanë dëpërtuar në Vjenë, në Berlin dhe në disa vende ku organizata e saj ka bërë edhe ekspozita të ndryshme. Pra, poetët, ne shkrimtarët, nëpërmes vargut poetik, i bëjmë një përkujtim, një memorje kombëtare për të gjitha ato sakrificat që janë bërë gjatë fitimit lirisë gjatë luftës së fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë do të arrestoj një poezi duke e respektuar këtë organizim madhështor të bashkëvendasjes dhe kolegës poete
Një poezi të cilën e kam lexuar edhe në disa manifestime, po për herë parë lexoj këtu në këtë editor shumë të rëndësishëm. Thoshin zanët, than për luftën në Trojë, çdo gjë vdiq si me zjarrit, atë ditë vetëm dashuria mbijetoi te pragu i qendresës bejs. Thoshin buzët e syt, ishte dashuria me stymit që puthte qiellin, u shndrua në fërdit. Tek kepi i lumturisë bashkë me diellin. U ringjall dhe kulla e plisit, tek kodra e butit si zanat e luleve jetë fisit. Nga gjumi i arresës e zgjuan hirin e dashurisë, me urtësi nuri shëndrisi jetesa. Për krenari të lahutës që këndon plag, bi tokën e tokës në përgjak, si him lavdije mes jetëve me ngjyrë dashurie. Ju faleminderit dhe përgëzim edhe një herë. Me qenë se aktiviteti është i hapur dhe këna furë edhe ma herët që i kemë pa korniza, kështë që dëna edhe hapësinë autorët të cilët janë të interesuar për ai poezinë e varg, kështu që kemi të Uta Kadrion, një poetën tonë vështjase. Një përmirësim, son mbushtri ka marrë produkt i gatshëm, kështu që kam nderin me thonë që jam nga Vitia. Faktikisht duke fol mbi bazën e të qenit një nanë e madhe, edhe mësuese, unë shkruaj për fëmijë, po sot do të paraqes një poezi për të rritur, megjithse kur ka shumë njerëz pak me të rritur nuk shkoj edhe aq, por rrezikoj sot. O gjaku i zemrës, me ca grica të shpirtit vrar e me shkëndia loti ndërtova o gjakun. Mendova e shkreta që po ndërtoj o gjakun e votrës, gjithmonë duke dëgjua refrenin, mos të shuhet zjarrin o gjakun e votrës. Po ç'bëra unë o birë, mbajta ndesun zjarrin o gjakun e zemrës time, si të gjitha nanat shqiptare. Ah, o gjaku i zemrës, të djeg ëndrën e të verbon lumturin. As vërshimi i lotëve nuk e shuan këtë zjarr. Sonte o birë lava prushin e o gjakut me lotët e nusës tënde. Edhe ajo si nëna ime me djalin e gji, shikon rrugën kur dhe të kthehesh, me shpresë që mos t'i myken rrobat e nusnis ashtu si mua. Kur bejti plagë e rëndë, kështu thonin gjithmonë. Po kthehuni o birë, kthehuni, të ndezim së bashku zjarrin o gjakun e votrës e të gjarproj tymi qiellit. Të mbyllet kjo plagë shekullore e kombit ton e të mbetet në podrumin e mykur të kujtesës. Të ruajmë gjakun e pastër e gjuhën ton dhe unë të mbyll syt e qet në prehrin tënd pra në gjakut në votër. Hajde tona, se tona e kena naturën ma trejtë të vështirase, tona Gjigullin, tona në jemi në poezi, në tona e ku përcilët prej Kupshtit, kështë që e di produktën dhe unë tonë është të turesë, si dhe. Më spori përshëndetje të gjithë poetëve dhe poeteshave. Më spori kisha dash mu prezentu. Unë jam Tuana Gjigulli, jam autorja më e re, poetja më e re, jam 12 vjeçare edhe i kam botu 2 vepra. Kisha dash mi recitu një poezi pi veprës por dhe me lexu një tregim pi veprës dytë. Poezia e por që kom me recitu, po kam dëshirë me qenë jeta. Jetën e jetoj si dua, se ajo ka vlerë për mua. Bashk me të rrugëtoj e me të gjithmonë vazhdoj. Tash kam tregimin shkurt nga libri i dytë Rrugtimi drejt krimtarisë. Këtë tregim vetëm muna me tregu për rrëmujën, për luftrat që po ndodhin në shtetin e Gazës. Rrëmuja e madhe. Në qytetin ku punon baboi një djali, para disa vjetësh pa ndodh një tërmet. Nga pasojat e tij, shumë apartamente e ndërtesa të tjera ishin e qarë e rënuar. Nga se ai tërmet kishte pasur shkallë të lartë të intensitetit. Babaja të djalit që quhej Petrit u kishte treguar se në shtëpi e në qytet
vërtet ishte shkaktuar një rrëmujë e madhe dhe e paparë. Shumë nëna me fëmijë të vegjël e të moshuar, gra, të rinj e të vjetra kishin ngelur në rrënoja. Ai qytet që ishte rrënuar në ngërmadh, për sot është rindërtuar dhe është ndër më të bukurit në vend. Jeta e njerëzve s'kompensohet asnjëherë, e gjërat e tjera mund të ribëhen përsëri. Këtu kemi edhe Orber Berisha. Orber? Faleminderit për që na dha fjallë. Ndryshojmë përfaqësues i mediave, jemi të kompani media, shumica për shkrimtarëve këtu kanë qenë në podcastin tim, edhe je ftuar edhe ju, edhe gjithë kolegë tjerë. Unë kam zgjedhur një poezi të veçantë, pak një figurë që është harruar shumë prej nesh. Është fjala për perandorin Konstantin, që është Dardan, ku Akademia Serbe ka mbledh mjete për të bërë film, edhe për ta përvetësuar këtë figurë tonë Dardane. Kështu që do të ishte mirë mos ta harrojmë këtë figurë që është themeluar dhe Konstantinofoja prej këtij personazhi. Unë ndryshe jam dhe historian me profesion edhe gazetar. Konstantini jon linde në Nish, dikur Naisus Dardani, i dhe botës perandori. Plot mjeshtri e zgjuarsi. Je i lirë me rënjë, mos harroni duhet shënuar, për ty Eusebio shkruan. Jeta jote në zhvillim. Ishe besimtar dhe luftëtar, shtrak Dardani në barë. Baba yt Flavius e gjyshi yt Eutropius. Ishit për civilizime sfidues. Nga Dalmacia pjesë e Ilirisë, gjyshit tu zbarkuan në Nish. Luftuan, e mbjetuan, qyteteve, civilizim e siguri ju ofruan. Faleminderit. Shumë i nderuar. Fjallën e dhuna poetës Minire Rukucit. Përshëndetje për të gjithë. Poezia ime titullohet Ty që të rriti kënga. Për ty që të përkuni nana, rak e trak ndihe dhe kënga. Fjalë të bukur ajo thuri, e ty me të gjumi të zuri. Të këndoj me dashuri, që t'i ruash si porosi. Porosia në radhë të parë, ta mbash mend se je shqiptar. Ta duash vllaën edhe motrën, ta forcosh e nderosh votrën. Si ta duash e të mbrosh atë dhenë, aty të njohu me Skënderben. Të pa të thanë një birë shqiptari, kur nuk sillet rreth tradhtari. Fjala e besës e trimërisë, ta ruan vlerën e shqiptarisë. Ju faleminderit. Përshëndetje, miq poet dhe ju të pranishëm. Njerit e përgëzoj dhe emërien për këtë manifestim madhështor dhe ju uroj të gjithëve në këtë rrugtim të poetëve, një rrugtim aq i bukur dhe aq i dashur, i cili çdo ditë me vargje më duket se të zbukurohet jeta. Unë jam Ferdane Plana Zabërgja, jam botuese e 4 librave dhe vej në një poezi. Dallëndyshe të lutem, më merr mbi krahët e tu, më dërgoj tek biri im, kam mall me taku. Në mosmujshme më peshue, do të t'lë të lirë, merr mi syçkat e me të të qmallën, ma bëj këtë të mirë. Dallëndyshe ma bëj qarën, se malli më ka lodhur, edhe fjalët më kanë humbur, nuk gjej fjalë për të folur. Jeta ime zbukurohet, sa po ta takoj, po të lutem dallëndyshe, ma shumë nuk kërkoj. Sa po syçkat mi mbush jetë, të lutem i kthe, me mallin që do e shuaj, do mbushem hare.
do të du për herë, po mbëre këtë nderë, të premtoj thërmia buke, të ofroj çdo herë. Faleminderit shumë.